plasive të mëdha për aeroportin e Vlorës, Bejgjet Pacolli ka reaguar sërish me anë të një statusi në Facebook. E vërteta vlen më shumë se zhurma, shumë kam shpresuar dhe jam mburur kudo për civilizimin e shqiptarve, një popull që për shekuj i ka përballuar sfidat me nder dhe punë, por sot shohim diçka të dhimbshme. Dikur krenoheshim me punë, sot me gënjeshtra bukur të formuluara. Dikur thoshim, mos gënje, thuaj të vërtetën, sot nëse nuk e njeh përgatitur të vuash. Dikur njerëzit kërkonin të vërtetën sepse ajo udhëhiqte, sot shumë kush nuk do as të dëgjoj sepse e vërteta nuk i shërben interesit të ditës. Besimi tek njerëzit dikur një vlerë e shenjtë, sot shpesh pas, jo më mirënjohje, por me mashtrim, tradhtie dhe forma të shëmtuara të përfitimit personal. Kjo është fytyra e shoqërive në tranzicion. E vjetra është rrëzuar, por e reja ende s'e shvëritur. Shumë duan të ngjiten lart, pak duan të ndërtojnë themele, por ka një të vërtetë që historia nuk e shkel kurrë. Gënjeshtra sundon ditën e sotme, por e vërteta sundon të ardhmen. Unë dua të krenohem me punën time të sinqertë, dua të vazhdoj të besoj tek njerëzit, jam ngritur duke ndërtuar themele, me të vërtetën unë synoj të ardhmen time dhe të fëmijëve të mi, unë zgjedh të qëndroj me të vërtetën, se pa të as zhvillim nuk ka as dinjitet, as shqiptari, ka shkruar ndër të tjera Bejgjet Pacolli në këtë postim të tij në Facebook.